A mu duk mua apo këtë tani mendoj se fitoria në televotimish e merita ati? Shikoj pak të. Pra, më shumë e ke mësuar ti Luizin se sa Luizi ty. Po normal që ai është banor i ri këtu, ai s'di se ç'a bëhet këtu. E qartë. I kam tregu ku janë vendet, me ku është. Po, jo, në fakt po ju shikoja edhe në atë të famshme ndarkë të nominuarve që ti po thoje që sigurisht që mund të ndodhë që nëse ngeli mund dhe Luizi në fund dal unë fitues, sepse fundja çka ka bërë Luizi këto ditë, apo jo? Dy ditë çka ka bërë si gjë, më shumë kam mësuar se sa kam mësuar. Kështu që çka ka bëj, unë kam ne 30 ditë. E qartë. Imagjino të hysh në një garë në fakt me makinën e shokut, me karburantin e tij, me gomat e tij dhe pasi ditë deli pari ti thuash gjithëve në fakt se fitove sepse je një shofer i jashtëzakonshëm. Është pak e çuditshme apo jo? Shpesh na ndodh në fakt që kur arrim diçka mendimin e dikujt tjetër, truri ynë bën një lloj pastrimi historie. Fillojnë të mendojnë fakt se ajo dorë që në us gjatë ishte thjesht një detaj i vogël, ndërsa merita ishte kreta jona. Kjo nuk është thjesht një mungesë mirënjohje, në fakt, por është një lloj humbje e kontaktit me realitetin. Bibla te libri një kronikave thot diçka shumë direkte. Çfarë kemi ne që nuk na u dha? Ideja është se asgjë nuk e kemi krijuar nga hiçi. Çdo sukses që ke sot nga brenda ka sakrificën, kohën dhe emrin e dikujt tjetër që të hapi rrugën kur ti ishe i bllokuar. A mund të qoftë vërtet fitore kur për ta shijuar të duhet të fshish nga kujtesa atë që të ka ndihmuar ta marrësh? Pyetje për ty. Si reagon ti kur dikush t'jep një dorë? E fshin nga kujtesa apo e kujton me mirënjohje? Më shkruaj më poshtë. Zotit bekoft.